Dhe këto 18 faqe pa diskutim që janë me qindra faqe nga përgjimet që janë bërë me kryeministrin shqiptar, kryeministrin Nikja, si i thon këtu përpara zgjedhjeve, Rama, janë përgjimet bëra në Shqipëri, përgjimet bëra në Washington, përgjimet bëra në New York. Robert Papa, gazetar në Amerikë, thotë se dosja me Gonigal është një ngjarje shumë serioze që ka përfshirë figura të larta të politikës dhe institucioneve ndërkombëtare, duke i dhënë opozitës qemëllësi për të treguar lidhjet e kryeministrit Rama me krimin. I ftuar mëngjesin e sotëm në kafe Shqieto në Syri TV, Papa tha se kjo dosje përmban rreth 8000 faqe, ku përfshihen përgjime që lidhen me kryeministrin në ikje me Edi Ramën, që dëshmojnë lidhjet e tij me korrupsionin dhe aktivitetet kriminale, ku Mengo Nigal po hetohet dhe ka pranuar 2 akuza, duke përfshirë akuza të rënda për korrupsion dhe pastrim parash. Papa theksoi se ky hetim është një mundësi për opozitën për të ngritur zërin dhe për ta përdorur këtë dosje si një armë të fuqishme për të dëshmuar lidhjet e kryeministrit me krimin dhe për të kërkuar edhe ndihmën e drejtësisë. Dosja me Gonigal është një dosje mbi 8000 faqe dhe këto dosje pa diskutim janë qindra faqe përgjimi të bëra me kryeministrin e IKE Edi Ramën. Janë përgjime të bëra në Shqipëri, Washington dhe New York. Me Gonigal duke ditur çështjen pranon 2 akuza dhe deri tek $225,000 gjykata ai konsideroi si të marra hua, por nuk i deklaroi. Dëmi më të madh ai e ka bërë në Shqipëri, janë miliona dollar akuza të publikuara nga mediat e djatha dhe unë nuk e kuptoj. Mengo Nigal e mbylli çështjen këtu në FBI, natyrisht nuk donte të thellonte hetimin ndaj tij, sepse nuk donte të nxirrte keq organizata me njerëzit e ndershëm. Por ky hetim ishte aq sekret dhe aq i vështirë sa nuk u krye nga FBI në përgjithësi, por nuk u mor një hetues as nga zyrta nga Los Angeles. Nëse ai do të bënte këtë pakt, dënimi do të ishte deri në 25 vite burg. Ajo duhet të jepte një plus për opozitën shqiptare në këtë zgjedhje, për të shfrytzuar dhe të godas lidhjet e Edi Ramës me krimin dhe jo në Shqipëri, por duke arritur të korruptojë një nga figurat më të larta në FBI në New York, tha ndër të tjera Papa.